Unë këtë thash hajde në radhën e parë që të bësh komunikime telefonike, se unë e di që ti ke shumë ngarkesa, po. I kam kërkuar ministrit të pushtetit vendor që të ngrej një task force të përbashkët mes qeverisë dhe pushtetit vendor, përbërë nga disa përfaqësues kyç të qeverisë dhe disa përfaqësues nga ju, për të konceptuar një plan me 3 faza, afat shkurtër, afat mesëm dhe afat gjatë, të përbashkët, 360 gradë, që nga sensibilizimi tek veprimi në shumë dimensione. Një tjetër element që ndikon patjetër në këto situata emergjencash është niveli i rezistencës së infrastrukturës mbrojtëse. Rezistenca e infrastrukturës mbrojtëse kam parasysh kanalet e kullimit, argjinaturat, hidrovoret, është rritur në mënyrë shumë domethënëse në 10 vitet e fundit. Por, analiza e bërë edhe nga kjo emergjencë tregon që ka pika ku rezistenca është më e dobët. Dhe për këtë arsye, duhet të për këtë arsye duhet të vendosim me shumë saktësi piketat për të forcuar më tej infrastrukturën mbrojtëse dhe nga ana tjetër për të adresuar të gjitha ato aspekte që kanë të bëjnë me fuqizimin e ndërveprimit mes pushtetit vendor dhe institucioneve qendrore. Një nga gjërat që e ka propozuar ministri Demo dhe që ka gjetur mbështetjen tonë është që i pushtojmë. Unë këtë thash hajde në radhën e parë që të bësh komunikime telefonike, se unë e di që ti ke shumë ngarkesa, po. Prandaj ishe ulur në fund. Tani ja filloj. Ne tjerët që s'kemi 4 kalamaj, nuk duhet ta prekim telefonin. Kush me 4 kalamaj duhet të rinë telefon. Okej, mirë, dakord. Se mos dukem dhe unë sikur jam kundër kujdesi për kalamajt. Atë zoti i madh është. Nuk po, kush nuk nxjerr mësime, se unë fakt nuk nxjerr mësime në raport me ty. Në vend të isha lënë atje në fund, tash hajde këtu përpara. Pra, propozimi i ministrit është që me një fond të siguruar nga miqtë tanë të çmuar të Emiratet Bashkuara për 20 milion eurosh në mbështetje të zhvillimit rural, të blejmë një sasi domethënëse mjetesh që vendosen në shërbim të ullimit, në shërbim të pastrimit të gjithë kanaleve ulluese, kryesore dhe që të funksionojnë i pas nevojave të bashkive. Ne kemi një eksperiencë pozitive të krijuar me një projekt pilot të fondit të zhvillimit në qarkun e Dibrës, ku është krijuar një shoqëri e përbashkët dhe ku është vënë në funksion një flotë e dedikuar për qoftë për pastrimin e kanaleve akulluese, qoftë për
mirëmbajtjen e infrastrukturës rurale të rrugëve, qoftë për shtrimin e rrugëve të bardha. Ka funksionuar më së miri, kështu që tani është koha që me këtë fond ne ta rrisim kapacitetin dhe të krijojmë një logjistik që tjetë në dispozicion të bashkive sipas qarqeve. Dhe në këtë mënyrë, kjo flot mund të përqendrojë më shumë forca diku kur ka një situatë emergjence dhe në këtë mënyrë bashkit do të ndjehen shumë më të gatshme për të përballuar emergjencën, ose pastaj në ditët e punës normale do të jetë një forcë e shtuar për gjitha bashkit sipas sasisë së kanaleve për të pastruar dhe mirëmbajtur, sipas nevojës për të adresuar edhe problemin e argjinaturave. Kështu që është ministri që do të çojë përpara këtë projekt duke bashkëpunuar ngushësisht me Fondin Shqiptar të Zhvillimit dhe pastaj duke sigurisht bërë një shpërndarje racionale të këtyre mjeteve që në kohën normale jenë të stacionuara në të gjitha qarqet sipas nevojave dhe në kohën e emergjencave të mund të rialokohen aty ku është fronti më i vështirë. E treta që dua të ndaj me ju është nevoja që këtë vit të bëhet një hap kuptim plot për bashkinë sipërmarrëse. Kemi folur dhe stër folur për këtë dhe jemi akoma shumë larg nga krijimi i një force lokale, vendore, që të mund të marrë pjesë në jetën ekonomike të territorit dhe që të bëhet forcë ndikuese për zhvillimin ekonomik, e nga ana tjetër të mund njëkohësisht që në emër të interesit publik dhe të funksionit publik të gjenerojë të ardhura. Keni parasysh vazhdojmë të mbetemi vendi i fundit në çdo lloj klasifikimi në Europë, nuk diskutohet, po unë besoj që duhet jemi edhe në nivele shumë të ulta edhe në botë, ku pushteti vendor vetëm shfrytëzon taksat për të funksionuar. Shfrytëzon taksat e shqiptarëve, i mbledh pushteti qendror dhe pastaj një pjesë tyre e shpërndan për pushtetin vendor, shfrytëzon taksat e tarifat vendore. Por nëse pyetet cili do për jush sa të ardhura i ka sjell bashkia vetes me veprimtari ekonomike, shifrat janë qesharake dhe janë kryesisht të lidhura, jo kryesisht, po thuajse totalisht të lidhura me qerat. Në ndërkohë që hapësira është shumë e madhe për të futur bashkinë si një lojtar aktiv i zhvillimit ekonomik dhe si një përfitues nga ky zhvillim. Ne këtë gjë po e bëjmë në nivelin qendror, edhe në nivelin qendror jemi shumë mbrapa, por janë krijuar kushtet, sepse do të kishte qenë tetë vështirë më parë, janë krijuar kushtet që të fillojmë të krijojmë shtetin sipërmarrës. Të jemi sipërmarrës, duke u bërë partner me sektorin privat dhe duke marrë pjesë në fitimin e sipërmarrjes.
Këtë gjë po e bëjmë me industrinë ushtarake, këtë gjë po e bëjmë me korporatën shqiptare të investimeve, AICN, këtë gjë po përpiqemi ta bëjmë në çdo sektor, duke vënë në dispozicion të iniciativa sipërmarrëse asetet tona, ose duke investuar para drejt për drejt, siç bëm për shembull me investimin në startupin e ri të Mira Muratit, që sot ka një vlerë eksponencialisht më të lartë se vlera fillestare, ku ne u bëm partner shumë të vegjël me vetëm 10 milion euro, dhe ku sot vlera e përfituar llogaritet mbi 50 milion euro, që është natyrisht një vlerë e aksioneve. Nuk është një vlerë që ne e kemi tërhequr, sepse tërheqja ndodh sipas rregullash dhe në momentet caktuara. Pra, në këtë formë do të ecim dhe do të vazhdojmë ta kurszojmë veten në penzimin e fondeve me çfarë kthejmë mbrapa si fitim.